Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Dhe t'ju hedhim një sy letrave tarot për 12 çështjat e horoskopit për ditën e premte 17 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për këtë të premte dash, 5 shpatat. Kjo letër vjen sot me një mesazh të rëndësishëm për ty. Shpesh lidhet me situata ku dikush mund të fitojë një debat, por në fund të mbet diçka më të vlefshme, qetësinë, një marrëdhënie ose respektin e ndërsjellë. Kjo e premte të kujton se jo çdo betejë ja vlen të luftohet deri në fund. Ndonjëherë forca më e madhe nuk është të provosh që ke të drejtë, por të dish kur të tërhiqesh me dinjitet. Mund të ketë një situatë ku dikush përpiqet të provokojë ose të fusë në një debat të panevojshëm, por letra tarot të këshillon të zgjedhësh paqen mbi krenarin. Prandaj këtë të premte pyet e veten, a dua vërtet ta filloj këtë përballje apo dua të ruaj energjitë mia për gjërat më të rëndësishme? Një hap mbrapa nuk do të thotë humbje, ndonjëherë zgjedhja më e zgjuar. Dash, sot mos lufto për çdo gjë, ruaj forcën tënde, ruaj zemrën tënde dhe ec përpara me kokën lart. Fitoria më e madhe është të mos lejosh që një konflikt i vogël të marrë paqen e brendshme. Demi, letra e tarotit dem për ju, ylli, vjen sot me një mesazh shprese, shërimi dhe rikthimi tek besimi. Kjo letër tregon se periudha më e vështirë mund të jetë tashmë mbrapa teje. Ke kaluar një situatë që të kalove emocionalisht dhe ndoshta të ka bërë të pyesësh veten nëse gjithë përpjekja i avleti, por këtë të premte fillon ta kuptosh pse duhet ta kaloje atë rrugëtim. Edhe nëse jashtë nuk duket gjithçka se gjithçka ka ndryshuar, menjëherë brenda teje po ndodh diçka shumë e rëndësishme, po i kthen qetësinë, besimin dhe ndjesinë se jep përsëri vetvetja. Letra e tarotit ylli të kujton se çdo plagë ka nevojë për kohë për të shëruar, dhe çdo sfidë të ka sjellë më shumë forcë e mençuri. Sot lejoje veten të marrësh frymëlishëm dhe të ndjesh lehtësinë që ke kërkuar prej kohësh. Dem mos haro, pas një periudhe të errët gjithmonë vjen dita. Beso te rruga jote, sepse diçka e bukur po fillon të marrë formë. Binjakët, letra e tarotit binjak, kalorsi i kupave i përmbysur, sjell një mesazh për pritshmëritë, zgënjimet dhe një kuptim të ri që vjen me kohën. Kjo letër tregon se mund të kesh shpresuar shumë për diçka të veçantë, një lajm, një mundësi ose një situatë emocionale që doje të ndodhte. Këtë të premte mund të duket sikur gjërat nuk po ecin sipas dëshirës tënde. Ndoshta ajo që prisje ende nuk vjen, por një person nuk reagon ashtu siç kishe imagjinuar. Por letrat kalorsi i kupave i përmbysur tregon se kjo vonesë mund të jetë në të vërtetë një mbrojtje për ty. Gjatë kësaj dite mund të ndodhë një moment ku e sheh situatën me sy të rinj dhe e kupton se ajo që dëshiroje ndoshta nuk ishte zgjedhja më e mirë për ty. Ajo që nuk funksionoi ndoshta nuk ishte një humbje, por një drejtim i ri që universi po të hap. Binjak, ndonjëherë përgjigjja më e mirë është një derë që nuk u hap, mos u zgënje nga ajo që largohet. Mund të jetë pikërisht ajo që po të çon drejt diçkaje më të përshtatshme për ty. Gaforia, letra e tarotit gafore, asi i monellave, sjell një energji shumë pozitive për mundësi të reja, shpërblime dhe bekime që vinë në kohën e dur. Kjo letër tregon se një gest i mirë që ke bërë kohët e fundit, një ndihmë apo një mbështetje që i ke dhënë dikujt, mund të kthehet në një mënyrë shumë të bukur. Këtë të premte mund të marrësh një lajm, një mundësi ose një ofertë që të bën të ndihesh i vlerësuar. Kjo nuk është thjesht një premtim bosh apo fjalë që mbetet në ajër, është diçka konkrete që mund të sjellë stabilitet dhe përparim. Letra as i monedhave të kujton se energjia e mirë që ke dhënë nuk humbet kurrë. Gjërat që ke bërë me zemër po fillojnë të japin rezultat dhe universi po të shpërblen për durimin dhe mirësinë tënde. Gafore, mbaj syt hapur sot për mundësi të reja. Një derë mund të hapet aty ku nuk e prisje dhe mund të jetë fillimi një kapitulli më të sigurt dhe më të bukur për ty. Ajo që mbjell me dashuri një ditë të kthehet si bekim. Luani, letra e tarotit, kulla e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për ndryshime të papritura, plane që mund të marrin një kthes tjetër dhe intuitën tënde të fortë. Kjo letër zakonisht lidhet në situata që prishin atë që ishte e planifikuar, por fakti që del e përmbysur tregon se ti ke pasur një parandjenjë dhe i përgatitur për atë që mund të ndodhte. Këtë të premte diçka mund të mos shkojë tamam sipas planit tënd. Ndoshta një ide, një projekt ose një situatë që ke menduar gjatë mund të marrë një drejtim tjetër, por ndryshe nga herët e tjera. Këtë herë nuk do të gjejë pa përgatitur. Diku brenda vetes e ke ndjerë se diçka nuk ishte plotësisht në rregull dhe ke marrë masat e duhura. Besimi tek instinkti yt do të ndihmojë të shmangësh një problem të madh dhe të gjesh zgjidhjen në momentin e dur. Luan,
Sot kujto se jo çdo ndryshim është shkatërim. Ndonjëherë një kthesë e papritur është mënyra e jetës për të vendosur një rrugë më të mirë. Dëgjoj zërin tënd të brendshëm, sepse intuita jote mund të jetë superfuqia jote më e madhe. Virgjeresha, letra e tarotit Virgjeresh, mbretëresha e Shkopinjve. Kjo letër sjell një energji të fuqishme vetbesimi, karizme dhe besimi tek aftësitë tua. Kjo letër të kujton se brenda teje ke gjithçka që të duhet për të arritur atë që dëshiron, edhe nëse ndonjëherë haron ta shohësh. Këtë të premte, është koha të mos dyshosh më kaq shumë tek vetja. Shpesh ke tendencën të analizosh çdo detaj dhe të pyesësh veten nëse je mjaftueshëm mirë. Por letra mbretëresha e Shkopinjve të thotë se nuk ke nevojë të provosh vlerën tënde te askush. Gjatë kësaj dite dikush mund të të vërejë një aftësi, një cilësi ose një talent që ti vetë nuk e ke nënvlerësuar. Mos e kundërshto komplimentin dhe mos e minimizo atë që ke arritur. Pranoje vlerësimin, sepse të tjerët mund të shohin tek ti diçka që ti ende nuk e ke kuptuar plotësisht. Vigjeresh, sot ecën me kokën lart. Besimi nuk do të thotë të mendosh se je perfekt, do të thotë të dish se je i aftë dhe të meriton të jesh aty ku je. Mos kërko prova që je i mjaftueshëm, sepse energjia jote tashmë po e tregon këtë. Peshorja, 3 shpatat e përmbysura peshore. Letra e tarotit për ty sjell një mesazh të fuqishëm për shërimin emocional, lënien pas të dhimbjeve dhe çlirimin nga mendimet që të kanë rënduar. Kjo letër tregon se një trishtim i vjetër, një zgënjim apo një situatë që të ka prekur thellë, po fillon të humbas fuqinë mbi ty. Këtë të premte mund të vësh se diçka që të ka shqetësuar për një kohë të gjatë, nuk të dhe më si më parë. Ndoshta situata nuk ka ndryshuar ende jashtë, por brenda teje ka ndodhur një ndryshim i madh dhe ke filluar të pranosh, ta kuptosh dhe ta lësh pas atë që ka mbajtur peng. Kjo diktë sjell një ndjenjë lehtësimi, mund të kujtosh ende atë që ka ndodhur, por tani e sheh me më shumë qetësi dhe e kupton se nuk do të mbetesh përgjithmonë në atë dhimbje. Peshore, shërimi nuk ndodh gjithmonë me të njëjtin ndryshim të madh. Ndonjëherë vjen momenti kur kupton se diçka nuk ka më fuqi të lëndojë. Zemra jote po shërohet, ajo që dikur të rëndonte shumë, se shpejti do të bëhet vetëm një kujtim nga e kaluara. Akrepi, letra e tarotit Akrep, 8 monedhat, vjen me një mesazh të fortë për këmbguljen, për kushtimin dhe shpërblimin që vjen nga puna e vazhdueshme Akrep. Kjo letër tregon se ka qenë shumë pranë momentit ku ke menduar të heqësh dorë nga diçka që ka shumë rëndësi për ty. Po letra tarot të thotë mos u dorëzo tani, je shumë më afër suksesit nga sa mendon. Ndoshta rezultatet nuk kanë ardhur aq shpejt sa e ke shpresuar, por çdo përpjekje, çdo hap i vogël dhe çdo orë që ke investuar, po të çon drejt qëllimit tënd. Këtë të premte mund të mos jetë dita një ndryshimi të madh, apo një zbulimi të jashtëzakonshëm, por mos e nënvlerëso parimin e vogël. Ndonjëherë një hap i vogël sot është ai që të afron më shumë me fitoren më të madhe nesër. 8 monedha të kujton se talenti rritet me durimin dhe praktik. Vazhdoni të punoni, të përmirësoni dhe të besoni tek rruga që keni zgjedhur. Akrep, mos haro, je më afër se sa mendon. Mbaje ritmin, sepse përpjekjet e tua së shpejti do të japin rezultat. Mos e lë një moment lodhje të bëj të heqësh dorë nga një ëndër që është pothuajse në duart e tua. Shigjetari, letra e tarotit shigjetar, budallaj, sjell një energji të re, fillime të freskëta dhe guzim për të hedhur hapin e parë drejt një rruge të re. Edhe pse kjo letër shpesh lidhet me spontanitetin, ajo nuk flet për pakujdesi, përkundrazi tregon atë moment magjik kur je gati të nisësh diçka të re me zemër të hapur dhe pa u penguar në Afrika. Këtë të premte, taroti tregon se mund të jesh në prag të një fillimi të rëndësishëm. Mund të jetë një projekt i ri, një ndryshim në jetën personale, një vendim që ke menduar prej kohësh, ose thjesht një mënyrë e re për të parë veten në të ardhmen. Kjo është dita për të lënë pas atë që nuk të shërben më dhe për të dhënë vetes një mundësi të re. Mos harxo shumë kohë duke menduar se çfarë mund të shkojë keq, ndonjëherë nga rruga zbulohet vetëm pasi fillon të ecësh. Shigjetar, shënoje këtë ditë si dita e parë, i një kapitulli të ri, një ditë që mund të shikosh pas dhe të kuptosh pse pikërisht kjo datë filloi diçka që ndryshoi shumë gjëra për ty. Beso tek hapi i parë, çdo udhëtim i madh fillon me një hap të vogël drejt së panjohurës. Britsjapi, letra e tarotit Britsjap, 7 kupat e përmbysur, sjell një mesazh shumë të fuqishëm për qartësi, vendimarrje dhe besim tek zgjedhjet e tua. Kjo letër tregon se një mundësi e rëndësishme po shfaqet përpara teje. Diçka që në fakt e ke menduar prej kohësh, por ndoshta ke lejuar që mendimet dhe opinionet e të tjerëve të largojnë nga ajo që do të vërtet. Prandaj këtë të premte fillon ta shohësh situatën më qartë. Zërat e teje që të kanë bërë të dyshosh nuk kanë më të njëjtën fuqi. Ti e kupton se nuk mund të jetosh gjithmonë duke kërkuar miratimin e të tjerëve. Kjo është dita kur mund të thuash, kjo është zgjedhja ime dhe unë besoj tek ajo.
jo sepse nuk dëgjon këshilla, por sepse më në fund e njeh zërin tënd të brendshëm. 7 kupat e përmbysur të kujton se ndonjëherë pengesa më e madhe nuk është mungesa e mundësive, por konfuzioni që krijohet nga shumë mendime të jashtme. Prisjap, këtë të premte çliron nga dyshimet dhe ec përpara me siguri. Është koha të zgjedhësh atë që të bën të lumtur ty, jo atë që të tjerët presin nga ti. Beson në vendimet e tua. Kur ndalon se kërkuari aprovimin e të tjerëve, fillon të ndërtosh rrugën tënde të vërtet. Ujori, letra e tarotit, faqja e shpatave, sjell një energji kurioziteti, zgjuarësie dhe guximi për të kërkuar të vërtetën ujor. Kjo letër përfaqëson një person që nuk ka frikë të bëjë pyetje që të tjerët i shmangin dhe që kërkon të kuptojë më thellë atë që po ndodh. Prandaj këtë të premte kjo cilësia jotja do të të ndihmojë shumë. Një situatë në punë ose në një projekt mund të ketë nevojën pikërisht për mënyrën tënde unike të menduarit. Aty ku të tjerët shohin vetëm si problem, ti mund të gjesh një këndvështrim të ri dhe një zgjidhje që askush tjetër nuk i ka shkuar në mendje. Mos ki frikë të shprehësh idetë tua edhe nëse janë ndryshe nga mendimet e shumicës. Faqja e shpatave të kujton se pyetjet e duhura shpesh çojnë drejt përgjigjeve më të mira. Ujor, sot mendja jote është arma jote më e fortë. Përdor inteligjencën, intuitën dhe aftësinë tënde për të parë përtej sipërfaqes. Mos hesh kur ke diçka të rëndësishme për të thënë. Pikërisht ideja jote ndryshe mund të jetë ajo që të sjellë ndryshimin. Peshqit, letra e tarotit për peshq. Krye prifteresha, kjo letër lidhet shumë me natyrën tënde të thellë, intuitive dhe të ndjeshme. Ajo përfaqëson atë që e di brenda vetes dhe pse ndoshta nuk e ke shprehur ende me fjalë. Ndonjëherë zemra dhe intuita jote kuptojnë gjëra përpara se mendja të gjejë prova konkrete. Këtë të premte tarotit të këshillon të dëgjosh më shumë zërin tënd të brendshëm. Mund të ndjesh diçka për një person, një situatë ose një vendim që duhet të marrësh. Edhe nëse nuk ke të gjitha përgjigjet para syve, ajo ndjesie e brendshme mund të jetë duke të udhëhequr drejt së vërtetës. Letra kryepëfteresha nuk nxiton të zbulojë gjithçka menjëherë. Ajo di të pres, të vëzhgojë dhe të mbledh informacion në heshtje. Edhe ti sot nuk ke nevojë të shpjegosh çdo gjë apo të bindesh të tjerët për atë që ndjen. Peshq, besoni në intuitën tuaj, jo çdo gjë e rëndësishme mund të provohet me një herë. Disa përgjigje thjesht ndihen në shpirt. Heshtja jote sot mund të fshejë një mençuri të madhe. Dëgjoj veten sepse intuita jote di më shumë nga sa mendon. Këto ishin letrat tarot për 12 shenjat e horoskopit për datën 17 korrik, ditë e premte. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.